Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqes rastin e një fetusi që është studiuar në klinikën tonë, duke filluar nga 3 mujori i dytë deri në 3-in e shtatëdhënisë, për shkak se zbulimit të një anomalie në veshkën e djathtë, të cilën po e shihni këtu në këto imazhe të vlerësimit të parë ekografik në javën e 20 menoresë, ndërsa veshka e majtë që e shihni këtu në imazhet në të djathtë është krejtësisht normale. Problemi kryesor ishte kë karakterizohej kjo ndryshim, e cila fillimisht nuk kishte një interpretim të qartë ekografik. Dyshimet kryesore ishin për një diagnozë diferenciale mes një ciste të thjeshtë të veshkës dhe një displazie fokale të veshkës. Cista e thjeshtë e veshkës është shumë e rrallë në periudhën prenatale, por më e shpesh tek të rriturit, karakterizohet ekografikisht nga një formacion anekogjen me skaje të rregullta, mure të holla dhe pa septa të brendshme, që është jo e vaskularizuar në color Doppler. Veshka tjetër, pra ajo që mbetet, rezulton të jetë plotësisht e paprekur dhe zakonisht kjo është një gjendje njanshe. Megjithatë, diagnoza është kryesisht një diagnozë përjashtuese, prandaj është thelbësore të vlerësohet zhvillimi i gjendjes me kalimin e kohës. Zakonisht mund të shkojë drejt një reduktimi deri pothuajse në zhdukje të plotë. Rrallëherë ka tendencë të rritet nëpër masa, prandaj prognoza zakonisht është shumë e mirë. Displazia renale parciale fokale është në fakt një variant i veshkës multicistike displastike, ku zona displastike prek vetëm një pjesë të veshkës dhe rrjedh nga një ndërveprim i çrregullt midis filisit ureteral dhe blastemës metanefrike. Nga ana etiologjike, në shumicën e rasteve është një gjendje sporadike, shumë rrallë pjesë e një sindrome malformative të veshkave, të lidhura me çrregullime të rrugëve të përfshira në zhvillimin nefrogjenik. Nga ana ekografike në këtë rast, zakonisht vërehen cista të shumta ose grupe cistash në nivelin e një poli të veshkës. Parenkima përreth, rrallëherë plotësisht e paprekur, në shumicën e rasteve paraqitet me një pamje të pabarabartë dhe një ndërfaqe të ndryshuar midis rajonit kortikal dhe atij medullor. Gjithashtu, vlerësohet me kujdes edhe veshka kundërshtare, e cila ndonjëherë mund të jetë e prekur nga kjo ndryshim. Në këtë rast, prognoza është e ndryshueshme, varet nga shtrirja e zonës displazike, e cila mund të rritet ose të zvogelohet me kalimin e kohës, si dhe nga sasia e parenkimës së paprekur dhe funksionaliteti i veshkës kundërshtare. Në rastin konkret që po shqyrtojmë, vlerësimi i parë gjatë javës së 20 të menores tregoi një veshkë të djathtë ku në të vërtetë kishte një zonë të prekur nga disa formacione cistike, të cilat këtu janë vlerësuar nga ana dimensionale, me një pjesë të mbetur të parenkimës pjesërisht me pamje gjithsesi dismorfike, hiperekogjene, me një zonë që dukej se ishte e paprekur. Por duke marrë parasysh sigurisht variabilitetin e pamjes ekografike, natyrisht që në këtë pikë nuk lejohet të vendosej një diagnozë përfundimtare. Kjo është pak a shumë një tabelë që përmbledh karakteristikat kryesore të diagnozës diferenciale me kistit të thjeshtë të veshkës dhe pikërisht displazisë së pjesshme. Te kisti i thjeshtë i veshkës është i vetëm, ndërsa te displazia e pjesshme kemi kryesisht formacione të shumta. Parenkima e mbetur është gjithmonë e paprekur te kisti i thjeshtë, ndërsa mund të ketë një pamje të pabarabartë te displazia e pjesshme. Arkitektura kortikomedullare ruhet te kisti i thjeshtë, ndërsa është e ndryshuar në rastin e displazisë. Veshka kundër anës është normale te kisti i thjeshtë, ndërsa duhet të hetohet dhe vlerësohet me kujdes në rastin e displazisë së pjesshme, sepse mund të jetë e përfshirë. Lëngu amniotik, i cili është shprehje e funksionit të veshkës dhe prandaj është normal te kisti i thjeshtë, te displazia e pjesshme varet nga sasia e parenkimes së paprekur dhe nga funksionaliteti i veshkës kundëras. Evolucioni i kistit të thjeshtë zakonisht ka një prognozë të mirë, ndërsa te displazia e pjesshme, situata mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Prandaj, të dyja janë gjithsesi gjendje që duhet të vlerësohen me një ndjekje të kujdesshme. Në rastin konkret që po shqyrtojmë, vërejmë se fshikëza ishte e mbushur normalisht dhe edhe sasia e lëngut amniotik ishte në rregull. Prandaj për momentin funksionaliteti i veshkave duke i ruajtur dhe gjithashtu i garantuar natyrisht nga një veshkë e majtë plotësisht normale. Këto janë imazhet e marra gjatë kontrollit të dytë ekografik në javën e 25 të amenores. Rikonfirmohet një veshkë e majtë, siç mund ta shohim këtu, plotësisht normale për nga forma, madhësia, vendodhja dhe ekostruktura. Ndërkohë, tani do të shohim imazhet e veshkës së djathtë, ku pamja ekografike ka ndryshuar ndjeshëm. Mund të vërejnë se, krahasuar me kontrollin e mëparshëm, parenkima e veshkës së djathtë tani duket e prekur nga dy formacione cistike, kryesisht, ndërsa pjesa tjetër e parenkimes renale duket në dukje e paprekur.
Të dyja formacionet janë vlerësuar gjithashtu, le të themi, në prerje koronale dhe këtu do të shohim edhe një vlerësim të përmasave të tyre. Të dyja kishin përmasa maksimale rreth 10 milimetra, me një pamje anekogjene, me skaje të rregullta, pa septa dhe pa vaskularizim në Doppler. Edhe këtu fshikza është e mbushur normalisht dhe sasia e lënkut amniotik është në rregull. Këto imazhe janë ato që përkundrazi i përkasin vlerësimit të fundit ekografik të kryer gjatë javës së 35 të amenores tek pacientja. Veshka e majt konfirmohet të jetë në rregull, i pat pelvikën, përmasan dhe ekostrukturën brenda normës, ndërsa këtu shohim se si pamja e parenkimës së veshkës së djathtë ka ndryshuar më tej me kalimin e kohës. Parenkima në fakt duket se është i prekur nga një formacion i vetëm cistik me skaje të rregullta dhe përmbajtje anekogjene, të cilin e shohim mirë këtu në preje koronale, poshtë të cilit duket se ka një parenkim renale që të paktën nga pikpamja ekografike duket e paprekur. Formacioni ka përmasa maksimale prej 19 milimetrash dhe kështu, në këtë pikë është orientuar më shumë drejt një diagnoza më e mundshme është një kist i thjesht enal, duke i shpjeguar gjithashtu pacientes që natyrisht kjo është një diagnozë përjashtuese dhe që është thelbësore të bëhet një rivlerësim në periudhën pas lindjes. Këtu, shohim se si parenkima renale poshtë saj është vlerësuar gjithashtu nga ana dimensionale dhe dukej në normë. Edhe në këtë kontroll, fshikza është e mbushur normalisht dhe sasia e lëngut amniotik rezulton të jetë e rregullt. Veçantia e këtij rasti qëndron pikërisht në faktin se tregon se si disa gjendje të veshkave, për fat të keq, nuk kanë gjithmonë një interpretim të qartë ekografik dhe mbi të gjitha se si pamja mund të pësojë ndryshime të thella gjatë shtatëzënisë. Prandaj, në këto kushtet veçanta dhe të ndërlikuara, ajo që është thelbësore dhe më e rëndësishme është një ndjekje shumë e kujdesshme dhe e vazhdueshme ekografike, e cila parashikon dhe kërkon një rivlerësim të rregullt çdo 3 ose 4 javë, me qëllim vlerësimin e ndryshimit të ekostrukturës së veshkës, rritjen progresive të orgamit, vlerësimin e sasisë së lëngut amniotik që është shumë i rëndësishëm, si dhe mbushjen normale të fshikzës së urinës, si shenja të drejtpërdrejta dhe të qarta të ruajtjes së funksionit të veshkës. Gjithashtu, është e domosdoshme vlerësimi i pranisë së ndonjë ciste të re që mund të shfaqet dhe sigurisht një studim i detajuar dhe i kujdesshëm i veshkës tjetër, e cila në këtë rast ka qenë gjithmonë e paprekur dhe pas një problem. Në këtë rast, mesazhet kryesore janë se diagnoza prenatale nuk është gjithmonë përfundimtare në këto kushte. Megjithatë, forma izoluar dhe një anshe ka një prognozë të mirë, zakonisht në të dyja gjendjet, si në kistën e thjeshtë të veshkës, ashtu edhe në displazin fokale të veshkës. Dhe ajo që është thelbësore është të planifikohet dhe të rekomandohet gjithsesi një ndjekje pas lindjes për pacienten që më pas të mund të konfirmojë hipotezën diagnostike më të mundshme. Ju falenderoj për vëmendjen.